deri tashti, të cilën për fat keq historia po i nxjerrë jashtë loje. Për shembull, e kanë nxjerrë jashtë loje historia e Rugovën tani apo qyshkur? Rugovën ka patur qyshkur mendime të ndryshme. Kjo që ndodhi tash në fund, duhet jemi të saktë në gjërat. Unë kur më keni pyetur një herë tjetër, jo juve, po një kolegu juaj, kam thënë se nuk mund të gjykohet një njeri që vepron ndoshta në një trysni policore. Megjithatë duhet jemi prapë të esull nga mendja për të thënë që deri sot unë nuk di në historinë e njerëzimit një lider i një populli, një president, në thojza ose president, disa e quajnë vërtet, disa nuk e quajnë, të dalë të flasi kundër interesave të popullit vet. Pastaj klani i tij ta justifikoi të thotë jo, po ka qenë i shtrënguar, dhe të vazhdoi të jetë lider ose president. E zëm se nuk ka faj, ose vërtet nuk ka faj, sepse askënd nuk mund ta detyrojnë të bëhet hero. Por edhe nëse s'ka faj, prapë se prapë ai s'mund të jetë më lider pasi ka bërë një deklaratë kundër popullit vet. Prandaj është fatkeqësi e tij, është fatkeqësi e ardhur nga fati. Ai i ka rënë kjo fatkeqësi në kokë, ai s'mund të jetë më. Prandaj të merresh me të tashti për mua, të dalësh me portretin e tij në mitingje, është një qendrim krejt i papërgjegjshëm. Më mira gjë është ta lëmë të sqarohet kjo punë. Sido që të jetë, thash edhe në rastin kur ai ka qenë i detyruar të flasë ashtu, të bëj ato takime që s'duhet i bënte, të bëj ato deklarata që s'duhet i bënte, të bënte atë shërbim Serbisë që s'duhet ja bënte. Gjithsesi ai ka pushuar se qenë lider. Dhe punët do të sqarohen natyrisht, mjaft shpejt. Një reportazh i botuar në një revistë gjermane, Spiegel, nuk e di a keni bërë njohur publiku shqiptar, e një gazetare gjermane që ka qenë një javë në shtëpinë e tij ku ndodhin këto tragjedira, të vërteta ose në thojza. Ajo jep një ditar që ka ndodhur në shtëpinë e tij dhe po të analizohet me kujdes ai ditar që jep ajo, është krejt i pafavorshëm për Rugovën. Bële atje del një njeri jo fort i përgjegjshëm për fatin e popullit të tij. Dhe kur një njeri është peng, kur një njeri mbahet peng, kur një njeri ka revolën ke koka, siç e besojmë, ose duam ta besojmë, gjëja ëndra e tij më e madhe e këtij pengu është të ketë një dëshmitar që të çojë në botën e jashtme një mesazh. Rugova ka pasur një javë në shtëpinë e tij gazetaren gjermane të maskuar me shamin kokë si grua shqiptare, se kushurinë e tij. Dhe nuk i ka thënë asaj ndonjë mesazh të qartë për perëndimin, edhe në çastet kur ajo po dilte nga shtëpia i do ikte për të shkuar në Gjermani. Ka thënë vetëm që gjëra vage, të turbuta, të mjergullta, kurse çdo njeri normal, gjë e parë, do ishte i lumtur të qosh këtë mesazh në perëndim që unë jam këtu i burgosur me revolë ke koka dhe po më torturojnë, po më detyrojnë të flas kundër popullit tim. Në qoftë se nuk kishte kujdes që këtë mos e jepte publikisht, do ta jepte spaku në rrugë të tjera, ta jepte spaku qeverive perëndimore. Ai nuk e ka bërë një gjë të tillë. Pra në një farë mënyrë, mbas degenerimit si lider të Rugovës, nuk ka pse ju bën kujt përshtypje apo nuk ka pse ndikon takimi tim me Miloševićin? Sigurisht Miloševići e bëri atë lojë para për të përçarë NATO-n, për të përçarë shqiptarët. Dhe prandaj thash dalja me portretin e tij ose vazhdimi me këmbëngulje të bisedohet për Rugovën është të bëhesh loja e Miloševićit. Ai me atë qëllim e bëri këtë gjë, e dogji këtë njeri. E sakrifikoi, e diskreditoi përpara popullit shqiptar për të ndarë shqiptarët në dysh, ose për të treguar perëndimit që shumica e shqiptarëve, bile ajo pjesa legjitime që ka dhe presidentin në krye, ajo nuk do bombardimet e NATO-s. Me fjalë tjera është aleate e Serbisë, pikë. Që të bijem shkurt në bisedës. Po Demaçi. Unë mendoj se për fat keq edhe Demaçi ka treguar një qëndrim krejtësisht të papërgjegjshëm. Karakteristike e këtyre liderëve është një pandjeshmëri ndaj fatit të popullit shqiptar. Demaçit janë falur shumë mëkate përpara. Nuk është herë e parë që bën gjeste të tilla. Demaçit janë falur deklaratat e tij
sentimentale, të sheqerosura, pro-serbe, kur ka deklaruar që ne në Beograd kemi mësuar shkencën e lirisë, të vëllezërit serbe, domethënë janë falur si një matufri, si një lajthitje e ardhur nga vitet e gjata të burgut. Demaçi ti shfalur libri i tij, libri vetmohimit i quhet. Për mua ky libër që është një hymn për nënshtrimin. Nuk është shkruar, besoj, në botë në një libër ku hymnizohet dhe kur bëhet thirrje për nënshtrim si te ky libër. Gjatë vjetra faqeve përshkruhet rrahja dhe poshtrimi i një shqiptari për një serbi, po një poshtrim që ju nuk mund ta merrni me mend, dhe durimi i shqiptarit që i duron të gjitha. Me porulje, më keq se një vit, nuk kam në një paragjykim për Evgjit, po e përdora si shprehje gjuhësore kur thuhet Evgjit, dhe si të mos mjaftonte kjo, në libër ngrihet teoria e mos dhunës në apogjon e saj, dhe pjesa përfundimtare e librit, 1/3 e tij, shkruar serbisht që ta kuptojnë dhe vëllezërit serb. E bëri këtë libër Demaçi kur ëndërronte të merrte çmimin Nobel të Paqes. Domethënë u vu në rivalitet me Rugovën, kush ishte më pacifist, kush ishte më i nënshtruar, me fjalë tjera. Dhe papritur Demaçi nga një pozicion i tillë servil, edhe i turpshëm, kaloi në një skifter, u bë skifter. Filloi papritur me një kapardisje kundër Perëndimit, kundër Amerikës, kundër NATO-s, kundër Evropës. Ju zgjua me sa duket urrejtja primitive marksiste-leniniste kundër Perëndimit. Dhe kështu që ata që e kanë akuzuar se ato vitet e burgut i ka bërë jo për Shqipërinë, por për marksizmin-leninizmin, me sa duket nuk ishin krejtësisht gabuar. Ai bëri një shërbim jashtëzakonisht të madh Serbisë. Ai vonoi goditjen e NATO-s për 1 muaj e sa, i dha shkas Miloševićit, i dha rast të forcohet në Kosovë, të blindohet, të sjellë mirë ushtar, të marrë të gjitha masat për të shkatruar Kosovën. Dhe ky njeri pa përgjegjshëm, në një atë buzëqeshje që të dy këta lider e kanë, ju duket se janë shumë modern kur qeshin aq shumë, kur zgërdhihen përpara kamerave, thonë, pesa duket nuk janë në gjendje të kuptojnë se çfarë të këqija që kanë bërë populli shqiptar. Se unë nuk di të mirat i kanë bërë, ama të këqijat janë shumë të qarta.